Sir Keir Starmer është i pari kryeministër britanik që zhvillon një vizitë zyrtare në Shqipëri. Në konferencën e përbashkët me kreun e qeverisë ai uroi Ramën për fitore në zgjedhje dhe i shprehu mirënjohjen për çështjen e emigracionit. Në fjalën e tij Starmer theksoi se ishte një ndër i veçantë të ishte kryeministri i parë i Mbretërisë Bashkuar që zhvillon një takim dypalësh në Shqipëri, duke e cilësuar këtë si një moment historik në forcimin e lidhjeve mes dy vendeve. Është vërtet një privilegj që jam këtu si kryeministri i parë britanik për një vizitë dypalëshe në Shqipëri. Kjo është një dëshmi e marrëdhënies së fortë që ekziston mes dy vendeve tona, deklaroi Starmer. Ai përgëzoi kryeministrin Rama për fitore në zgjedhjet e fundit edhe vlerësoi bashkëpunimin dypalësh, veçanërisht në fushën e emigracionit. Urime për fitoren elektorale. Jam i lumtur që ndodhem sot këtu për të hapur një kapitull të ri në marrëdhëniet mes dy vendeve tona, duke forcuar sigurinë në Europë dhe në Mbretërinë e Bashkuar. Kjo vizitë është një mundësi e shkëlqyer për të parë nga afër mënyrën se si bashkëpunojmë për sfidat përbashkëta përfshirë çështjen e emigracionit, u shpreh kreu i qeverisë britanike. Sipas mediave në Londër, Starmer ka ardhur me një qëllim të qartë në Tiranë. Mbretëria e Bashkuar po fillon bisedimet me vendet e tjera për të krijuar qendër kthimi jashtë shtetit për azil kërkuesit e dështuar, thot Starmer në vizitën e tij të parë zyrtare në Shqipëri. Kryeministri thekson se qeveria do të fillojë diskutimet për dërgimin e azil kërkuesve jashtë vendit për përpunim pasi kërkesat e tyre të ishin refuzuar në Britani. Sir Keir Starmer ka udhëtuar në Shqipëri për të njoftuar masat e mëtejshme për të goditur krimin e organizuar dhe imigracionin e paligjshëm, shkruan gjithashtu Financial Times. Numri i njerëzve që kalojnë kanalin ka kaluar 12.000 që nga muaji janar, duke e bërë vitin 2025 në rrugën e dur për të qenë një vit rekord.